Lideri i nisma social-demokrate Fatmir Limaj ka thënë që subjekti që ai përfaqëson ndihet më të përgjegjshëm për shkak se kanë ofruar një opsion duke përthirrje për marrëveshje politike. Sipas tij, megjithatë, çdo gjë tjetër çfarë ndodh nga subjektet e tjera është skandaloze. Kjo është skandaloze çka po ndodh. Ne nga fillimi kemi ftuar për marrëveshje politike. Kjo është një lloj situate ku neve na bën me undje të përgjegjshëm sepse kemi dhënë një opsion. Çdo gjë tjetër çfarë po ndodh këtu është skandaloze. Tutje Limaj u shpreh se drejtuesit politik në vend duhet të tregohen më konstruktiv sepse bota po përjeton ndryshim drastik dhe çdo shmangje mund t'i kushtojë Kosovës. Nëse lejohet kjo që çdo 2 muaj të shkohet në zgjedhje, atëherë krejt çka mund të them është se nuk e meritoni besimin e qytetarëve të Kosovës. Kjo shmangje sjell dëm ekonomik, politik dhe mund të na sjellë edhe dëm gjeostrategjike. Ne si drejtues duhet të parashikojmë gjërat, drejtuesit duhet të insistojnë, ka thënë ndër të tjera ai. Deputetja e Kuvendit të Kosovës Mimoza Kusari Lila ka kritikuar deputetët të cilët po bojkotojnë pjesëmarrjen në procesin e votimit brenda kuvendit. Ai u tha se veprimet e tyre janë në kundërshtim të plot me përgjegjësinë që e kanë marrë përmes votës së qytetarëve. Po e ripërsërisim disa herë që po vijmë për të votuar, nëse kjo situatë vazhdon me një formë amullije të paqartë, po tregon që mos pjesëmarrja në votimin e tyre nuk përkon me pozicionimin që kanë marrë. Nuk po votojmë për kryetare të kuvendit, por për procedurë, deklaroi Kusari Lila, duke theksuar rëndësinë e përmbushjes së detyrimeve institucionale. Në vazhdim të fjalës së saj, Kusari Lila u ndal edhe te raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat i quajti pa kontestueshme partnerimin me strategjik të vendit si në kontekst ashtu edhe në të ardhmen. SBA mbetet pa kontestueshëm partneri më strategjik i Kosovës, si në të kaluar ashtu edhe në të ardhmen, aktualisht më shumë se kur bashkëpunimi ynë është shumë i ngushtë në fushën e mbrojtjes në veçanti, sapo është kthyer ministri maqedonsi nga SBA në fazën e tretë të transformimit të FSK-s në ushtri të Kosovës, që tregon për kushtimin dhe angazhimin ton në një partneritet të tillë, u shpreh ajo. Duke komentuar referencat e fundit ndaj një deklarate të ish presidentit amerikan Donald Trump, Kusari Lila kritikoi mënyrën se si ajo po përdoret në debatin e brendshëm politik. Referenca që po e bëhet të ripërsëritjes së deklaratës së presidentit Trump, ku i referohet një marrëveshjeje në kohën e tij, kjo çka po ndodh këtu është përgjegjësia e një klasi politike të përbashkët dhe të përdoret një deklaratë e tillë në luftën e brendshme politike më duket paksa absurde, përfundoi Kusari Lila.